kuadër ligjor më koherent, më funksional, më efektiv kundër diskriminimit. Ato forcojnë realisht mbrojtjen e viktimave, ato rrisin përgjegjësinë e institucioneve publike dhe private dhe e pozicionojnë Shqipërinë tonë të përbashkët në përputhje të plotë me standardet më të mira, më të avancuara europiane në këtë fushë. Të thëna gjitha këto, ndihesh ndoshta u zgjata, mendoj që është gjë e duhur që ndryshimet e propozuara, të cilat, siç u bëra dhe parashtrimin, përfaqësojnë një vijimsi, një thellim dhe konsolidim të një angazhimi të qëndrueshëm ligjvënës për barazinë, dinjitetin njerëzor dhe për shtetin e së drejtës. Ndaj, i ftoj anëtarët e nderuar të këtij komisioni, më i rëndësishëm në kuvendin e Shqipërisë, ta mbështesin pavarësisht përkatësive partijake politike